Atëre, në rastin do ta marrim nga ana njerëzore, ne do të themi që është e dhimbshme nga një prindër të shkojë dhe të bëjë një kërkesë të tillë në gjykatë. Kjo është gjëja kryesore. A personi ndaj të cilit kërkohet një gjë e tillë, a është i fajshëm, është i pafajshëm, a ka lidhje apo nuk ka lidhje me veprimtari të tilla, ne nuk kemi ta gjykojmë. Ne thjesht do themi anën procedurale. Ajo që unë kuptoj është kjo. Ka dy skenare. Dy skenaret janë ato të cilët themi që do jetë e vështirë. Pse? Nga njëra anë bëhet një kërkesë që do kërkojë një kohë të gjatë. Pse një kohë të gjatë? Dhe kjo do gjykohet pas 6 muaj do fillojë gjykimi normal i kësaj çështje. Sepse duhet priten përpara informacionet të vinë të ardhurat të gjitha. Gjykimi i që të shpallet apo jo i zhdukur. Pra nuk bëhet në mënyrë të menjëhershme direkt. Jo, do presi, ka kohë, ka procedurë të gjatë, do vinë informacionet me detaje, çfarë ndodhet, ku ndodhet, ka kush institucion shtetëror ka informacion, çfarë konkretisht rëndojnë mbi te, sa pasuri ka, do jenë shumë gjëra të cilët do të vinë her pas here dhe do të kështohet dosja në rast se ka shkuar me 20 faqe, supozojmë, do shtohet aty me shumë. Pasuria ku ti shkon avokat? Se po kaloj nga njëra dek tek tjetra. Pasuria ku ti shkon fund? Po jo, nuk bëhet tani pasuria. Pasuria do të bëhet kur do të bëhet kërkesa, tani do bëhet zhdukjes. Kur të bëhet pastaj kërkesa e vdekjes, mirë. Do edhe në kërkesën që do të bëj pala që janë të interesuar, do të përcaktoj sipas mendimit të saj, ashtu siç e normal edhe vetë ligji, trashëgimtarët ligjor, pastaj do bëj një inventar të sa pasuri ka dhe sa borxhe ka dhe ku i ka. Kjo është sekuestruar, mund të kthehet në? Urdhë? Kjo që është sekuestruar, për këtë e keni fjalën. Tani nëse ti varet çdo pasuri që ka, në rast se është sekuestruar dhe ka marrë formë të prerë dhe ka shkuar në favor të shtetit, nuk ka çfarë të marrë aty, po në rast se është ende në fazë procedurale hetimore, mund të punoj që të ketë mundësi të marrë atë që duhet, atë që themi konkretisht pronën e tij në rast se nuk është një pronë e përfituar ashtu siç pretendon prokuroria e paligjshme. Prandaj, ajo që unë them është kjo, procedura e tij është një procedurë e zgjatur, po ka disa skenare dhe dy ndër skenaret janë nga ana njerëzore të gjithë jemi solidarë dhe jemi me dhimbje sepse ndodh ndaj një personit. Mirë, nuk e intereson CV-ja e personit, po ndodh ndaj një personit. Ajo që është skenari tjetër që këtu kërkojnë një vigjilencë maksimale, dhe prandaj përmenda rastin Spiropali për filma, se ju e dini shumë mirë, nga filmat kemi parë dhe filmat ndonjëherë kanë kopjuar realitetin ton, jo vetëm vendas, por të huaj, që disa njerëz të cilët dyshojnë që janë bota e krimit, kanë shpikullë dhe raste të ndryshme si për vdekjen e tyre, si dikush tjetër është brenda në kufon, ndërkohë tjetër është në varr, pra janë skenare të ndryshme dhe këtu tani kërkohet një vigjilencë maksimale të shtetit, sepse kemi të bëjmë me një person i cili për mendimin tim, dhe këtu kërkon një kujdes maksimal, është që emri i tij është faqur kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet. Jem realist. Jo, ose ka ndryshuar, pra emri i tij ka ardhur është lakuar publikisht. Pra do të thotë që ndonjëherë unë mendoj që ndonjëherë perceptimi publik mund mos lidhet me faktet penale. Unë kështu e mendoj ndonjëherë. Dhe jam i bindur që ndodh gjithmonë kjo. Mund ma thoni më thjesht për publikun avokat, unë e kuptova, por mund ma thoni më thjesht. Po tani, për shembull, njerëzit pra merr ti një makinë, një makinë që ajo kushton 200.000 euro. Njerëzit shikojnë pamjen e jashtme të makinës, thotë pa, ky ka hyrë pse makinë. Ai nuk e di, a e ka me qera apo nuk e ka. A ma dha një shok me përdor apo jo. A është e imja. Pra, perceptimi publik më pa hyrë asaj makine, mbaroi thotë ky e ka makinën e vet. Dhe te ngjarja konkrete them, personit mundet i ketë kanosur një strategji e bukur mediatike nga disa faktorë tjerë duke vendosur popullin në perceptimin publik
që ky po që ka kështu, dhe ky vetë ta ketë pranuar si fakt sepse ka kërkuar që të ketë një imazh në shoqëri, është si puna e grupeve kriminale që tradhtojnë një grup tjetri edhe flasin kush është më i forti edhe konkurrojnë nëpërmjet medias. Pse konkurrojnë? Sepse kur dalun dhe them X grup, se njoh X prandaj them, ka bërë kaq namin kështu, grupi brenda vetes krenohet. Thot, tani do avancojmë, do bëjmë përdorë metoda të ndryshme. Grupi rival thot, ky ka bërë kështu, ja trego vllai, i çon 100.000 nga mbrapa. Pra, edhe vetë grupet kriminale kanë një veprimtari edhe konkurrencë midis njëra tjetrës. Por ata kanë konkurrencë reale, ndërsa personat të cilët flasin për grupet, për mendimin tim, krijojnë perceptimin tek publiku si kur ata organizata janë në të vërtet organizata të cilët kanë këte flukse për këte nivel kaq të lartë. Prandaj them që rastin e Ervin Martinajt nuk dua ta lidhim kështu në këtë formë, sepse kemi të bëjmë me një perceptim më para. Dikush do thotë, zotri ka sekuestruar pasurinë. Zotri, Spaku nuk është zoti. Që do të thotë? Edhe gabon. Ose edhe me receta. Se ju e dini shumë mirë që ne kemi thonë, kam thënë vazhdimisht që Spaku punon me receta dhe të ishte shumë e mirë që të punon të një institucioni pavarur. Dhe duke qenë në këto kushte, unë mbaj rezervat e mia, prandaj them nga ana njerëzore solidar edhe paralelisht nga ana institucionale vigjilencë maksimale. Sepse perceptimi publik është gjë tjetër, fakti janë gjëra tjera. Avokat, po gjatë kësaj kohe, nga momenti i shkarkimit të Gledis Nanot, që mbaroi ultimatumi, kanë ikur dhe kanë ardhur drejtorë të tjerë edhe sërish nuk kemi një përgjigje, po nga ai moment. Edhe në vazhdim. Pse duhet të ishte një ultimatum i zotit Rama për shembull? Pse? Të pyetja unë. Pse? Pse duhet të zbardhet pushteti ekzekutiv të merret me një djalë i cili dyshohet a ka lidhje s'ka lidhje në botën e krimit për shembull? Pse duhet të kryeministri? Po duhet të zbardhet ngjarja. Besoj që ka pasur diçka që nuk shkon aty me atë kërkesë. Pra, e shikon çfarë po të them, perceptimi publik bën që personi mundet të jetë, mundet dhe mos të jetë kaq shumë i fortë. Sepse në rast se është kaq shumë i fortë, të paktën nga gjithë këto shkarkime që themi, duhet të kishim të paktën një indicje të vogël që na çonte te një provë madhe, edhe na tregonte që është gjallë apo i vdekur. Po çfarë mendoni që ka brenda kësaj? Dështoi shteti shqiptar, ky është një fakt. Dështoi shteti shqiptar dhe institucionet shqiptare dhe ato të cilët janë sekrete që të marrin informacionin e dur, a është gjallë apo ka vdekur. Avokat. Unë dyshimin të një i kam se tani të kesh kaq perceptim publik, edhe institucionet të heqin njerëz nga puna, sepse nuk po të gjejnë ty. Edhe në rast se ti do të ishe me të vërtet i vdekur, ata do ta kishin relatuar me një herë. Ky është i vdekur, mbaroi punën, ne fituam, goditëm ballë dhe kështu me radhë këto budalliqtë e propagandës që bëjmë vazhdimisht. Si mendoni, me që ndodhet këtu avokat në shtek, si mendoni, është gjallë apo ka vdekur? Unë jam njeri dhe uroj të jetë i gjallë dhe çdo përgjegjësi ta gjej përpara autoriteteve. Unë uroj të jetë i gjallë, se unë uroj vdekjen asnjë person, se s'kam pse të uroj vdekjen. Jo, nuk e kam tek dëshira, se nuk e vendos diskutim. Jo, unë uroj të jetë gjallë, po nuk kam se si të them a është nuk është. Unë uroj të jetë gjallë, po nuk mund të them a është gjallë. Jo, nga gjithë ajo që u bë deri tani, nga skenaret e mundshëm, personazhet e tillë, si mund vazhdojnë për të fshehur, e të tjera, duke i vendosur në peshore, si unë për shembull besoj në ringjallje për shembull. Edhe unë besoj në ringjallje. Çfarë të them tani ty? Unë uroj të jetë gjallë dhe unë besoj në ringjalljen e një njeriu. Se kuptova. E ke përgjigje brenda, nuk ka, secili ta interpretoj si të dojë shpirti. Unë uroj që të jetë gjallë, por kjo gjë nuk ka fare rëndësi çfarë uroj unë dhe çfarë mendoj unë. Unë atë që mendoj është kjo, policia dhe institucionet shtetërore të kenë vënë vigjilencë. Në rast se duhet të gjejnë personin të gjejnë, por nuk mund ta bëjnë propagandë që personi që ka i zhdukur. Pra, policia.
Derisa policia po heton, po kërkon, sepse personi derisa nuk është gjendur dosje është në polici, nuk e ka prokuroria dosjen e mosgjetjes. E kanë polici tani. Familja çfarë ka deklaruar tjetër? Si është procedura në momentin ku I drejtohet gjykata? Është procedurë formale, ne kemi humbur kontaktet nga ky vit në këtë vit, kemi plotësuar afatin kohor dhe ne tani kërkojmë gjykatës që të personi të shpallet të I zhdukur. Kjo është hapi fillestar. Dhe të akti ekstrem është ai që bëhet për vdekje, por nuk ka çfarë përmban kërkesa, se nuk kërkesa edhe një është thjesht formale, do mblidhen provat, vetë gjykata, sipas ligjit ka edhe një anë detyruese që vetë gjykata investohet që të kërkojë më shumë për personin, sepse është një vendim shumë I fortë në kuptimin e shmangjes së përgjegjësisë civile, shmangjen e përgjegjësisë penale, shmangjen e përgjegjësisë administrative, pra shumë përgjegjësi të tjera, prandaj duhet një vendimarrje e fortë dhe ajo nuk kërkon thjesht një akt formal të një kërkese. Avokat, po gjatë kësaj kohe, pra sigurisht të pyesja pak më parë, nga momenti që u vendos ultimatumi, e në vazhdim, mendoni që policia, duke qenë se prokuroria nuk e ka dosjen thatë, por policia mundet, ka brenda asaj dosje mund të ketë përgjime ndoshta edhe të familjarëve, shokëve, miqve, për të parë, për të dëgjuar, për të ditur lëvizjet, për të mësuar lëvizjet e tyre apo informacionet për këtë. Pra deri ku ka shkuar mendoni policia? Unë mendoj në akt më ekstrem të kërkojmë gjithçka dhe të monitorojmë gjithçka sepse ne duhet ta zbardhim, se e kemi urdhër nga lart. Kështu e mendoj unë. Dhe kështu ka ndodhur edhe publikisht se vetë është thënë që duhet të kontrollohet dhe duhet gjehet. Ultimatumi ka qenë qartë. Por ajo që unë mendoj është kjo. Në rast se familja ka një kontakt, supozojmë, nuk besoj të përdori kontaktet në mënyrë naive. Mirë. Në rast se ne themi ashtu siç e percepton edhe qytetari që kemi të bëjmë me një person që dyshohet si bandë kriminale. Mirë. Por në rast se policia nuk ka kryer detyrën e saj dhe kështu, sigurisht që një person mund të gjejë hapësira të ndryshme që të bëjë veprime nga më të ndryshme, të cilët nuk mund t'i parashikojmë në këto momente se do të jenë të shumta dhe përveç kësaj të kërkojnë një analizë të tepruar dhe të theksuar që edhe njerëzit të kuptojnë atë çfarë ne citojmë. Se s'mundet thjesht me një fjali t'ia themi çfarë mund të ketë bërë policia dhe me një fjali çfarë mund të ketë bërë familja. Por sigurisht që edhe policia, edhe familja duan të gjejnë të vërtetën. Tani, se si duan të vërtetën dhe kujt I shërben ajo e vërtet, mbetet për të parë. Apo jo duken shumë Atë them diçka unë të vërtet ty. Jemi në muajin tetor. A ndodhi vrasja e gjyqtarit? Vrasja e rëndë. Tronditi opinionin publik. A ndodhi rasti I avokatit? Tronditi opinionin publik. Dhe tani, që mos të vindoj një ngjarje tjetër, edhe tronditet opinioni publik, vendosim edhe lajmin e Martinait përpara, edhe qytetari harron çfarë ka ndodhur, më kupton se 3 ditë të zgjat lajmi, fusim lajmin Martinaj dhe në fund fare vendosim tek njeriu të bëjë një proponim thë, pa akoma nuk e gjetëm këtë, më kush është ky më? A e kupton, Zoti është ky më? Që s'gjehet dot. Pra, te kjo ngjarje unë vjet vetëm këtë po të them që nuk ka pse të qarkulloj mediatikisht kjo ngjarje kur dihet qartazi që ne jemi në një situatë ku ndodhin ngjarjet edhe gjithmonë antipropaganda ose propaganda e shtuar vendos lajme të tjera thjesht për të na filluar dhe të na lëvizi pak trurin për një distancë, themi po kështu është ky vend nuk bëhet. Kriminalitet ka në armë, ky për kafe, ky çfarë bëhet, kot game kështu, jo, nuk është e vërtetë. Gjëja është tjetër, pra duan të ulin çdo gjë që njerëzit mos kenë mundësi të reagojnë. Ky është qëllimi I pushtetit gjithmonë. Në të shkurën edhe Berisha është përfshirë në këtë debat, duke akuzuar Ramën. Po mirë, Berisha sigurisht ka qenë gjithmonë një person I cili ka denoncuar këto akte kriminale dhe përveç kësaj edhe personat të cilët dyshojnë për veprimtari kriminale. Berisha, sapo thotë mirëmëngjes, fjalën e dytë ka bandat kriminale. E ka të në staturën e ti, nuk e di emrat, unë me zorë mund t'i mësoj në akto vetëm emrin e këtij djalit, se di më nga familja, kush, qysh, tek kështu. Por sepse të paktën tani Berisha dihet kryeministër, ka një CV të pasur, din merr informacione, kupton. Ne derisa të marrim informacione,
Ka kaluar Avokat, se po, kohë, jo muaj dhe dita. sipas gjitha gjasave duket se do flasim sërish për këtë çështje.